Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi politik i Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Leskaj shpreh se Partia Demokratike ka nevojë të nisë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve dhe ristrukturimin në çdo qeliz deri te kryetari. Për të ndërtuar një parti demokratike më të fortë, është e domosdoshme që partia të fillojë një proces të thellë riorganizimi, i cili duhet të përfshijë çdo nivel të saj. Kjo do të thotë që të krijohen struktura që mund të adresojnë në mënyrë efektive nevojat e qytetarëve dhe të angazhojnë forca të reja, shpreh Leskaj. Një pikë tjetër ka të bëjë edhe me rolin e institucionit të drejtuesit politik. Ky ndryshim nuk duhet parë si një akt formal, por si një proces i thellë rinovimi që sjell progres për partinë dhe shoqërinë. Analiza e zgjedhjeve mbas denoncimit të farsës zgjedhore dhe raportit të OSB-Odirit duhet të fillojë nga drejtuesit politik që humbën në zgjedhjet e 11 majit në qarqit e tyre, pavarësisht farsës dhe manipulimit të zgjedhjeve. Këta drejtues duhet ose të japin dorëheqjen personalisht me njëherë pas zgjedhjeve në maj 2025, i paraqita kryetarit Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, dorëheqjen time si drejtues politik i qarkut të Vlorës, dhe ose të zvendësohen me të rinj nga kandidatët e Partisë Demokratike në listat e hapura që fituan ose morën mbështetje të gjerë nga elektorati, thot ndër të tjera Leskaj. Bujar Leskaj lajmëron gjithashtu se pas 2 vjetësh do të lërë mandatin e deputetit tek kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputet të rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të bërit politik. Partia Demokratike duhet të fillojë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve, për të kuptuar pse dhe ku gabuam të gjithë ne, drejtuesit politik, drejtuesit e Partisë Demokratike Shqiptare dhe drejtuesit e degëve të saj, kandidatët për deputet, dhe çfarë duhet të bëjmë për të konsoliduar besimin tek qytetarët, thot Leskaj. Duhet një reformim i sinqert dhe një planifikim i qartë për të korrigjuar gabimet e bëra. Një hap i nevojshëm në këtë drejtim është që deputetët e listave të mbyllura të lënë gjysmën e mandatit për deputetët e listave të hapura apo deputetët pasardhës. Kjo është një mënyrë për të hapur Partinë Demokratike, ashtu siç ishin principet e rithemelimit. Personalisht pas 2 vitesh do të lë mandatin tim të deputetit te kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputet të rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frymë të re të bërit politik. Ky është një proces që duhet të ndiqet nga të gjithë kandidatët aktual, të cilët më vonë si ish deputet duhet të vazhdojnë të kontribuojnë maksimalisht si të ishin deputet me veprimtari. Kjo formulë në optikën time e bën më të shëndetshme Partinë Demokratike, duke e bërë më të fortë, më të hapur dhe më të sigurt për të ardhmen, shpreh ndër të tjera Leskaj. Por qysh më datën 27 gusht, Bujar Leskaj si deputeti i qarkut të Vlorës konfirmoi se i paraqiti dorëheqjen drejtuesit Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha, ndërsa sipas tij duhet të bëhet një analizë e përgjithshme e humbjes së zgjedhjeve të 11 majit në të gjitha qarqet ku drejtuesit politik humbën.